Ferma VIP 3 do të nisë nesër në Vision Plus, këtë herë në moderimin e Arbana Osmanit. Regjizori Eduard Grishaj ka premtuar një produksion gjigant, duke theksuar se ky edicion do të arrijë standarde që konkurrojnë edhe atë në nivelin rajonal. Sipas tij, çdo element është përmirësuar ndjeshëm, shtëpia është 4 herë më e madhe, janë shtuar kamera që monitorojnë 24 orë dhe është përdorur teknologjia avancuar e ngjashme me ato të eventeve të mëdha sportive. Ambienti është transformuar nga një fermë tradicionale në një koncept modern, ndërsa nuk mungojnë edhe element luksi si pishina. Në garë do të jenë 24 fermer, ndërsa emër të njohur nga fusha e artit, shumica prej tyre hyn për herë të parë në një reality show. Ata do të përballen me një miks sfidash, nga punët e fermës deri tek provat fizike. Sezoni do të zgjasë 100 ditë me transmetim të pandërprerë dhe 2 spektakle në javë. Opinionist do të jetë Ermal Mamaçi, Angel Shkira dhe Armina Mevlani. Nata e parë pritet të jetë një start spektakolar me një organizim të madh teknik dhe skenik.